Mi mbrëma miqtë të mi të YouTube-it dhe të gjithë ju që më ndiqni. Atëherë sot po t'ju tregoj një diçka të veçantë. Çfarë mendoni se është kjo? Brezi im për shembull e di se çfarë është dhe di se për çfarë kemi përdorur. Po brezi i ri mendoj se nuk e di. Ndërsa kjo është doreza që bluanim kafen. Është një mullir shumë i vjetër, mund të them 70 vjeçar. Këtë e ka pasur vjera ime. Edhe këto gjërat e vjetra mua gjithmonë i ruan vajza. Tashmë që më doli këtu përpara për rregulluar sirtarat, e tash ja tregoj edhe juve që sa i vjetër që është. Me këtë kemi bluar kafen jetë e motë, edhe unë që i kam arritur këto. Kemi bluar kafen, na herë na lodheshin duart duke e bluar. Por, kur thonim pinim një kafe, shumë të freskët, sa e piknim dhe e pinim. Biles, kur e piknim kafen, ka qenë prap që është dollap ajo, edhe e rrotullonim, po kishim sobë, e rrotullonim në sobë, vinte rumbullaka, ajo si pun hedhi, po kishte ato folen që quhesh dollap, që hapesh dhe mbyllesh që hidhesh shkapja. Ato nuk e kam. E kisha deri vonë, po mbase do ta kem edhe do poshtë dhe nuk e di. Këtë po të marrësh kafe, po ta bëj tani kafe prap, ta kem marr kafe të pjekur, prap kjo akoma bluan. Aq të forta kanë qenë më përpara këto. Ja, shikojnë që si është nga brenda. Këtu hidhesh kafja. Edhe akoma këto muret këtu janë me kafe, se nuk e kam lëvizur fare. Kjo është ajo që poshtë që vjen në rumbullak për ta bluar. Këte poshtë dilte kafja. E kam lënë shumë me kafe s'ka qenë. Edhe kjo është goda që mbushesh me kafe. Bashkonim të dyja bashk, edhe i vinim dhe kapaku sipër. Ja dhe kapaku. Kjo krima do thoni që është se këto primat kanë qenë të ngushta, po zakonisht nga të bluarit, edhe në hapur. Ka pas një si fileto këtu, po mund të ketë humbur. Edhe kjo. Gjithmonë i ruanim se sytë e badhët këto gjëra. Gjithmonë kur mbaronim punë, këto dorezën e fusim brenda. Ja, shikojnë dhe. Hoqim kapakun dhe e fusim këtu në ansore këtë. Që mos a humbisë, mos a binte gjëkundi. Edhe i vinim dhe kapakun sipër. Edhe e linim në një vend. Unë tash e kam ruajtur këtë. Jo, unë po vajza ime e ka ruajtur. Edhe e baj këtu në bufe, më shumë për bukuri. Por, as e kam larë, as e kam bërë, si që ka ndënjur, si që kemi përdorur në fillim, ka zënë që kje shile kjo, po, do ta lajnë një ditë me sot buke. Thash me qenë nxora nga sirtarët, thash që ja u tregoja dhe juve, për të mësuar edhe të rinj, dhe me se si e bluanin kafene, që nuk kishim gati të gjitha, si që i ke tani për shembull. Copat janë me korrent, janë me pllaka, ndaç që doni me gaz, ndaç makinerit që bëjnë kafe ekspres, do të thonë që nuk lodhen fare. Ne për të pirë një kafe me thënë të drejtën, na e lodhët duar duke bluar dhe duke e pjekur. Sepse edhe prindet i kishim në punë, edhe ato e donin kur lodheshin, që vinin nga puna donin një kafe të servirje, që të shplodheshin. Se kafen më shumë e bëjmë për shplodhje. Kështu. Kjo ishte, ose ky ishte dhe mulliri që doja ta prezantoj dhe ta ndaja me juve. Mirë do gjofshin në video të tjera.